Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar, miq të emisionit Med Plus, mirë se erdhët në emision. Anemia është një problem botëror i shëndetit publik me një prevalencë apo me një shpejtësi relativisht të madhe që përfshin shifrën prej 24.8%. Shumica barës globale të sëmundjes së anemisë përballohet nga bota në zhvillim rreth parë nga Afrika dhe nga Azia Juglindore, por edhe vendet tjera në zhvillim përfshirë dhe vendin tonë nuk janë të kursyeara nga ky problem. Organizata botërore e shëndetësisë ka klasifikuar aneminë si një problem të rëndë të shëndetit publik me një shpesësi prej 40% për fëmijët në moshën 5 vjeçore. Po çka është anemia, si manifestohet, cilat janë simptomet, cilat janë mënyrat e trajtimit dhe cili është parandalimi, për më shumë ne do të flasim me një doktoresh e cila është me të vërtetë shembull se si ofron shërbimin shëndetësor për gjithë rreth parë për fëmijët në kujdesin primar shëndetësor, specialiste mjekësisë familjare doktoresha Vera Pitaçi. Mirëmbrëma doktoresh të Mbërselët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Doktoresh, gjatë përgatitjes së emisionit më ka deshur të bëj disa analiza të raporteve të punës, të që kam thënë dhe për 10 vjet të fundit e kam vrejtë se ju i keni pasur mbi 20.000 vizita të fëmijëve dhe asnjë ankesë përkundër që gjithmonë lavdërata. Unë e kuptoj që ju jeni shumë modeste dhe nuk i keni dëshirë këto lavdërata, po sitë që tjetë duhet mi përmend se më të vërtetë afroni një punë shumë të madhe dhe bile numri dhe frekuenca dhe kvaliteti i punës është e barabartë, sa më diçka më shumë se sa mjaft pediatër. Doktoresh, na tregoni në fillim se çka është anemia. Anemia apo pagjaksia është një sëmundje që karakterizohet me numër të zvogëluar të qelizave të kuqe të gjakut. Doktoresh, na përmendëm që anemia i përfshin gjitha grup moshat, po disa grup mosha pak në mënyrë më specifike, ose disa edhe gjinim fëmijore pak më shumë, po mbi të gjitha fëmijët deri në moshën 5 vjeçore. Unë po ta dëshirë sot të flasim më shumë, me qenë se ju punoni gati ekskluzivisht veç me fëmijë, të flasim më shumë për llojet më të shpeshta të anemive të fëmijët, domethënë anemitë të cilat paraqiten te ne të fëmijët tonë, dhe më në tutje mandej do të flasim edhe për mënyrën se si menaxhojnë çdo raste. Pse është më rëndësi të flasim për aneminë është se shpesh, besoj që edhe ju pajtoj, kalohet edhe pa vërejt, bile nga një edhe prindërit i neglizhojnë. Na tregoni sipas mendimit juaj edhe përvojës juaj të madhe që keni me punën e fëmijë, cilat janë ato anemitë më të shpeshta? Janë disa lloje të anemisë, mirë po anemitë më të shpeshta që i kemi hasur në praktikën tonë janë tek fëmijët anemia nga mungesa e hekujt apo anemitë sideropenike. Anemitë sideropenike janë të shkaktuara nga zvogëlimi i prodhimit të eritrocitëve, zbërthimi i rritur i tyre dhe nga humbja e gjakut. Doktoresh, e përmendet që anemia më shpesh, sikurse kudo në botë, edhe te ne është si pasojë e mungesës hekurit. Mendohet se ndikon në shëndetin më shumë se 1 miliard njerëzve, sipas organizatës botërore shëndetësore, 1 miliard njerëzve në botë. E cënon cilëtetin e jetës, e cënon shëndetin, e sidomos të fëmijët, të gratë shtatzana, të lehunet e tjera. Tek foshnjat mungesa e hekurit është shkaku më i shpeshtë i anemisë në mbar botën dhe përfshin diku mbi 40% që është përmendur edhe në fillim. Na tregoni pak në mënyrë më specifike çka nuk kuptojmë anemi si pasojë mungesës së hekurit. Po, hekuri është një element nutricional kryesor i cili merr pjesë në krijimin e hemoglobinës. Hemoglobina është një
pigment me ngjyrë, pjesë përbërëse e qelizave të kuqe të gjakut, i cili bën bartjen e oksigjenit në qeliza dhe inde. Kështu është domosdoshme prezenca e oksigjenit në qelizat, inde dhe organet për mbarvajtje, rritje dhe zhvillim. Kështu të këtë posa lindurit, me njëherë vërehet që është numëri më i vogël i anemisë, është një anemi fiziologjike për shkak të rritjes së theksuar të zbërthimit të eritrocitëve që janë krijuar më parë. Po ashtu tek anemit me mungesë të hekurit janë edhe tek moshat 2 dhe 3 muaj më tepër, dhe ato janë për shkak se në moshën e fetusit krijohen eritrocitët, të cilat zbërthehen pas 60 apo 70 ditëve. Edhe kështu mas lindjes së fëmijës, me rritjen e vullumit të gjakut, me rritjen e fëmijës, eritrocitët që janë zbërthyer dhe nuk arrihet që të krijohen eritrocitët të reja me atë shpejtësi siç kanë qenë gjatë në moshën e fetusit. Edhe për atë aty vjen edhe deri tek anemia në këtë moshë. Doktoresh, si mas përvojës juaj, a është ky problem i shpesht në praktikën e juaj të përditshme? Po, sipas praktikës time të përditshme me pacientët dhe punës, vrej që ka një numër të rritur të rasteve me anemi, e sidomos fëmijët ndër moshën 10 vjeçare, më tepër se gjysma është me shenjat e anemisë. Do thotë parafërsisht i ofrohet edhe që në këtyre vlerësimeve të organizatave botërore shëndetësore që thotë që të fëmijët deri në moshën parashkollore mbi 40% të rasteve është prezente. Doktoresh, po simptomat kryesore me të cilat na si prindër ose edhe ata të tjerë edhe të rriturit duhen të njoftohen? Simptomat kryesore tek fëmijët me pagjaksi spar janë shumë të lodhur, ju mungon interesimi për mësim, lodhen shpejt, nuk mund të luajnë me moshatarët e tyre si fëmijët tjerë, nuk shtojnë në peshë, mandej kanë apetit të dobësuar, janë më të prirur ndaj infeksioneve të ndryshme. Do thotë këto janë ato më të shpeshtat. Këto informata mirën ose nga anamneza, nga vetë pacienti, ose nga njëra nga prindërit. Do thotë edhe prindërit për këtë duhet me qenë pak më syqel. Deshta të flasim për procedurat tjera diagnostike, të cilat janë karakteristike, apo gjetjet të cilat janë karakteristike për anemin, përfshirë këto ekzaminimin fizik, edhe mandej do të flasim edhe për testet laboratorike më të tij. Po i vërehet zbeja e sklerave, apo pjesë të poshtme të çepallës tek fëmijët. Mandej kemi zbeja e pjesës palmare të duarve, shtrati i thonjve është më i zbest. Kjo është fotoja e dytë, edhe tash e kemi edhe një. Të lodhur, janë të përgjumshëm, nuk janë të interesuar për mësim, janë të nervozuar, shqetësohen lehtë. Do thotë praktika atyre apo dinamika e përditshme e tyre ndryshon, për këtë arsye edhe për këtë arsye duhet edhe të kërkohet edhe ndihmë ose mendimi këshilla e mjekut. Doktoresh, domosdo ne do të flasim edhe për analizat laboratorike, sepse pasi që të përpunohet një pacient dhe dyshohet për anemi, patjetër që për me konfirmu ose me përjashtu, atëherë duhet bën testet laboratorike. Si na ndihmojnë ato? Ato analizat laboratorike na ndihmojnë shumë për orientim dhe mandej edhe për mjekim të gjendjes. Spari i këshillojnë pacientat që 10 orë para se të vinë të bëjnë analizat, mos të konsumojnë ushqim. Në qoftë se kanë ndonjë infeksion apo kanë konsumuar preparatet e hekurit, mos i përdorin para se të vinë të bëjnë analizat. Në qoftë se kanë ndonjë aktivitet fizik më të theksuar, nuk të ndërprejnë para se të vinë të bëjnë analizat, sepse bëhet rritja e nivelit të ferritinës dhe dalin analizat irreale. Mandej, pasi të bëjnë analizat, shohim që kërkojnë pasqyrën komplet të gjakut, hekurin, hemoglobina, parametra që është MCV-ja, MCH-ja, mandej ferritina, e cila shërben si depo e hekurit, e cila liron hekurin për nevojat të organizmit,
uj BC-ja dhe TIBC-ja përcaktojnë përqindjen e nivelit të hekurit që transportohet me receptor nëpërmes transferines. Se transferina bën bartjen e hekurit deri te hemoglobina, hemoglobina krimin e oksigjenit dhe bartjen deri në organe inde dhe muskuj. Doktoresh, edhe herë duhet mi përmend se shumica këtyre analizave bëhen edhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, gjithsesi në qendrën e vjetër kryesore të mjekësisë familjare. Po ashtu bëhen edhe në Institutin Kombëtar të Mjekësisë Punës, edhe në spital, përveç kuptohet edhe në laboratore. Po, është një përparësi e madhe, se pas vizitës me njëherë kemi laboratorin këtu dhe shohim ka mundësi veç hemogramin, dhe një pak këto analizat tjera, veç me hemogram edhe në orienton edhe mandej me terapi, me vazhdim terapis. Doktoresh, a ka ndonjë gjendje shëndetësore në trupin e njerit e cila pengon përthithjen e hekurit edhe pse mirret në sasi të mjaftueshme për mesushi? Po, janë disa lloje të çrregullimeve që shkaktojnë zvoglimin e përthithjes së hekurit edhe pse hekuri është në sasi të mjaftueshme. Janë sëmundje të ndryshme inflamatore, sëmundjet autoimune, artriti reumatoid, mandej sëmundje të luksit, konsumimi i barnave të ndryshme e pamundson thithjen e hekurit. Kemi shumë çrregullime. Doktoresh, një infekcion i cili është shumë i shpeshtë dhe është karakteristike e Ballkanit sidomos, është infeksioni me Helicobacter pylori. A vlerësoni që është i shpeshtë edhe te fëmijët dhe a është kjo ndër arsyet e anemisë sideropenike ose anemisë nga mungesa e hekurit? Po, gjatë praktikës time vërej që kapa që është i rritur numri me Helicobacter pylori edhe tek fëmijët, edhe ekziston lidhshmëria se edhe mungesa e hekurit është më e rritur tek pacientët me prezencë të Helicobacter pylori. Sepse me rritjen e bakterisë së Helicobacterit zvoglohet sasia e lëngut të luksit, edhe mandej bëhet më vështirë thithja e hekurit. Edhe krijohet një substancë laktoferina e cila e pengon thithjen e hekurit. Mirë po ka raste që është edhe vetëm Helicobacter dhe nuk ka për anemi, mirë po më shpesh janë të shoqëruar me anemi, sepse pengohet thithja e hekurit për shkak si të bie niveli i Helicobacterit, rritet niveli i langut të luksit edhe përthithja e hekurit është më e lehtë. Do thotë ju preferoni që nëse një fëmijë, një pacient i juaj diagnostikohet me anemi, të bëhet edhe një test për çdo rast në mënyrë rutinore apo bëhet pi anamnezës? Edhe pi anamnezës më tepër. Ose ka ndonjë ankesë? Ose ndonjë anemi që zgjat ose është shërimi me zgjat më tepër, atëherë duhet me ulëm tuba tepër. Unë përmenda që karakteristik për grup mosha është anemia e moshave deri parashkollore, deri në moshën 5, maksimum 6 vjeçore. Dhe mandej stabilizohet dhe pra vjeku adoleshencës dhe adoleshentët janë të ekspozuar kësaj anemisë. Pse ndodhi? Adoleshentët, siç thamë dhe fëmijët e vegjël, janë në atë periudhën e rritjes së shpejtë, mandej ushqyeshmëria jo e rregullt, edhe tek ta më tepër, mandej ndonjë lëndim gjakderdhjet ose ndonjë çrregullim tjetër, mirë po kjo rritja e shpejtë tek adoleshentët edhe mos konsumimi i ushqimit të duhur janë si shkaktar kryesor tek adoleshent mungesa ose anemia. E kuptoj. Doktoresh, shpesh njerëzit thënë që është anemik, por nuk ka lidhje, po anemia nuk është që s'mund të shkaktojë edhe komplikime. Na përmendni disa prej tyre. Nëse anemia nuk korrigjohet, atëherë kemi edhe komplikimet, mos tek fëmijët që ceka mos zhvillimi, mund të çojë edhe tek çrregullime në ritmin e zemrës, mandej takikardi të ndryshme, çrregullimet në shpret. Aspektin psikologjik, ndikon? Po, anksi, janë të shqetësuar, çrregullimi i disponimit. Këto ndikojnë më tepër. Këto janë më të shpeshta. Po, kohë të fundit që më shumë rritet numri i personave të cilët mendojnë që ushqimi vegetarian, sidomos vegan,
nuk shkakton anemi, po a janë më të prirur personat që kanë dietë vegane për të zhvilluar anemi apo Po, tash edhim që ushqimi vegan është pa përmbajtje të mishit, të produkteve, domethënë të shtazve. Mirë po, janë të nevojshme, sidomos të korrigjimi i anemisë me produktet e mishit, mushkrit, mëlçia, mandej produktet e vezat, kuq të vezë. Mirë po, ka raste që edhe këta vegan ushqen me tepër me perime të gjelbra, tash se disa e kompenzojnë, nuk kom pas rast, po ushqen me perime të gjelbra dhe me këto pemë perime. Zakonisht marrin suplemente, sa unë jam njoftuar, vitamina kompleksit B ose B12. Po do më thonë një ndër arsyet mund të jetë edhe dieta vegane që është përgjigje personale dhe jemi në rregull aty, po ne porsia jonë që duhet me pas kujdes këta persona që të kompenzojnë. Ose të marrin suplementet të korrigjojnë nëse janë anemik. Mirë. Edhe te trajtimi i anemisë nga mungesa e hekurit të fëmijës. Hekuri është një element që oksidohet lehtë dhe nuk mund të mirret në atë formë elementare siç është. Mirë po mirret në formë të sulfatit të hekurit, fumaratit të hekurit dhe glukonat hekuri. Në bazë të disa preparate të hekurit mund të shkaktojnë çrregullime. Sulfati i hekurit për shembull mirret gjysmë ore para ushqimit, ndërsa glukonati dhe feromati i hekurit mund të mirret edhe me ushqim. Doktoresh, nga njëherë prindërit, po mbas edhe ne këshilla jonë ndoshta mangët, ndërpresim me njëherë mbas përmirësimit apo mbas ngopjes trupit me hekur rezervat e trupit kur mbushen me hekur, edhe ndërprehet me njëherë terapia me hekur. A mendoni ju që duhet të vazhdohet apo mjafton me aq? Jo, terapia me hekur zakonisht bashkësisht edhe për analizave gjatë 3 deri në 6 muaj. Mirë po, nuk duhet të ndërpret, edhe nëse është arrit rezultati mirë, nuk duhet të ndërpret me njëherë, duhet të vazhdoj s'pako dhe 1 muaj, derisa depot të furnizohen me hekur dhe të jenë prapë mos marrë det anemia. Domethënë duhet s'pako dhe 1 muaj të vazhdon mas i kemi arritur rezultatet e duhura. Edhe kjo kontrollohet supozoj me ferritinën, me nivelin e ferritinës. Po, që është nivel ferritine që është i depo e hekurit në organizëm. Shpesh pacientat, sidomos të rriturit, sidomos edhe përvojës personale, ndërprejnë, se frigohen nga efektet anësore, dëgjojnë kallëdhimet lukthit, ngjyroset jashqitja, ngjyroset urina, tjerë edhe me ngjyrë shumë të mbyllët edhe ata frigohen mos po ndodhet ndonjë gjakderdhje. A ka ndonjë efekt tjetër? Po, prind sidomos më tepër vinë në thonë doktoresh ja kam ndërprer se ngjyros dhëmbët. E kanë këtë ankesë si më shumë. Prind të fëmijëve daxhel. Po janë edhe këto tjera që i cekë, doktor, po. Kanë dhimbje luksit ose kanë si rëndim në luks, kanë në fillim edhe si nauze, si vjedhje, ecesi me ngjyrë. Çka duhet bëhet doktoresh? Kalon. Veç kalon, po. Po, e kuptoj. E përmendën disa lloje të ushqimit, të cilat kontribuojnë në përmirësimin edhe në sigurimin e sasive të mjaftueshme të hekurit për fëmijë. Na tregoni cilat janë ato, cilat ju i preferojnë më shumë? Po, spaj me produktet e mishit, thash mandej mëlçi, veshkat, qofse është të vegjël, t'i zinë, t'i bluin edhe t'i japin ashtu, t'i përzinë me ndonjë perime. Në perime bën pjesë edhe këto perimet e gjelbra, spanak, lakna, mandej pemt, sidomos pemt të thata, kajsia, rushiteron, do më thënë të gjitha, mandej patatja, kuqe, janë të gjitha këto që mund të kuq të vezë të shumë rëndësi. Doktoresh, një ndër arsyet mjaft shpeshta që përmendet edhe literaturë dhe në bazë përvojëse kurrëmtime shkencore të tjerëve, janë edhe parazitet. Në vendet në zhvillim, që shkemi edhe na, infeksionet parazit janë mjaft të shpeshta te fëmijët dhe ky infeksion ndikon
edhe në paraqitjen e anemisë. Na tregoni sipas mendimit juaj, a keni edhe këtë përvojë sot shpesh janë infeksione me parazit të ne dhe a mendoni që duhet të ndërmirret diçka në këtë aspekt? Po, janë mjaft shpeshta dhe rastet me parazit, e sidomos gjardioza, të cilët shkaktojnë edhe me tepër që konsumojnë qumshtin, mandej mirët për duarve për higjienës jo të rregullt, mandej nga ambientet ku qëndrojnë edhe ata që janë me parazit, do të thonë prekja tavolines ose objekteve tjera për rreth. Këta janë me disa milimetra, mandej zhvillohen në zorrën e hollë, kalojnë në duoden, veza shndrohet në larvë dhe mandej mund të prapet edhe nëpër organe. Fëmijët që me gjardja janë keq ushqehen, kanë dhimbje lukse dhe barku, sidomos për mbi kërfiz, mandej janë anemik për shkak të ulqerave që mund të shkaktojnë parazitet në zorë dhe humbin gjakun. Po simptomat, doktoresh? Do thotë ankesat kryesore. Dhimbje barku. Po, këto janë. Dhimbje barku, thash mbi kërfiz, mandej jashtëqitje 2-3 herë në ditë pa ndonjë shkak tek gjardja. Mandej është edhe enterobiusi, mjaft shpesh që paraqitet, edhe ata me dhimbje barku, me kruar në pjesën anale, që mandej nuk janë të shqetësuar, nuk flejnë natën, vezët e tyre të prapur në për rrobat të shtratit, apo edhe është izolimi i tyre bëhet me anë të fetësesit, mirë po më i saktë i enterobiusit me strisho perianale. Doktoresh, përmend edhe mënyrën e diagnostikimit. Tash një pyetje, sa i shpeshtë është në praktikën e juaj ky infekcion me parazit? Janë të shpeshta, janë mjaft të shpeshta, gjardja më shpeshta, enterobiusi, askarisi mbikojit janë të shpeshta. Janë të shpeshta. E trajtimi tyre? Po, gjardja me metronidazol, 15 mg per kilogram pesh, 5 deri në 10 ditë, ndërsa enterobiusi askajoza me bendazol, ose një dozë vetme, ose 3 ditë, po duhet të përsëriten, sepse histet që i kanë janë rezistente në terapi edhe duhet të përsëriten disa herë terapia. Mas një koha është e caktuar mas jo, koha? Jo, tashmira është mas 6 muajve, mandej për cilë dhe fëmijët a kanë simptoma apo ju kanë largu simptomat. Doktoresh, e përmendet edhe vetë se mënyra e përcjelljes është mjaft e lehtë, sidomos në kushte jo higjienike, kur edhe mund të përcillet edhe në anëtar tjerë të familjes. 75% është edhe të anëtar tjerë. Ata fëmijë që vinë me parazitoz, 75% mundet me qenë të anëtar tjerë të familjes. A preferohet në mënyrë kështu empirike, domethënë bazë përvojës, të mjekohen edhe anëtar të tjerë të familjes, apo do thotë pa u testu, apo preferohet spori testimi e mandej edhe? Nëse kanë ankesa, atëherë shkon ashtu në formë me njerë përgjithshme. Mirë është të gjithë anëtarët e familjes të shërohen, të mjekohen për një herë. Sepse mund të mjekohet pacienti prapë përsëritet për anëtarëve tjerë të familjes, kështu që mirë këtë anëtarët e familjes. Nëse kanë ankesa ose bëhen analizat parsisht për gjendjet. Dhe shumë faleminderit, këto ishin pyetjet për anemia dhe infeksionet parazitore. Unë rezervoj drejtën për një pyetje personale për mysafirët e mi, dhe këtë duhet ta lexoj. Bëhet fjalë për një person me emër Christopher Reeve, i cili në mënyrë të famshme e ka luajtur rolin e Supermanit në vitet 70-80 dhe pas një aksidentit e lëndon boshin kurrizor shumë dhe mbet i paralizuar dhe bëhet ndër luftëtarët kryesor për ndërgjegjësimin për kërkime mbi dëmtimin e polçës kurrizore dhe një person shumë motivues. Ai ka thonë kështu: një hero është një individ i zakonshëm që gjen forcë për të këmbgulur dhe duruar pavarësisht nga pengesat shumë të mëdha. Për mua ju jeni një heroinë në këtë rast, më të vërtet, parasysh se
Nuk e keni pas letë me mri ku keni mri, asnjëherë nuk keni dorëzu. Na keni dhënë shembull, vazhdoni të jep një shembull se si është një person me mirësinë e juaj, edhe me këmbgulsinë e juaj, deshta t'ju pyes nga ku gjithë kjo forcë. Optimizmi ndoshta. Ka pëlqyer profesioni. Patjetër, mos ta harrojmë edhe faktet, ju keni qenë e shkëlqyeshëm edhe në specializim me nota maksimale, keni mri të gjitha, edhe jeni edhe shembull se nëse dikush ka vullnet edhe nuk dorëzohet, i arrin qëllimin. Do thosh, Faleminderit shumë doktor Aktor, edhe për teje, faleminderit. Jemi kënaqur që të kemi në mesin ton, edhe që bën shumë për qytetin ton, për shëndetësinë e Gjakovës edhe për gjithë ne. Doktoresh, faleminderit, është kënaqësi ju pas për krah juve. Unë shpresoj që do të takohemi edhe herëve tjera deri atëherë. Edhe herë faleminderit, edhe Faleminderit shumë për ftesën. unë me kaq e kisha përmbyll edhe misionin bashkë me bosh. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20, ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.